Sinuaci mirë i politikë që e keni hatën e fije që keni shumë shputje nga baza, dhe më thënë u deshen 8 muj. Një moment. Ti folë për dhe, po flasë për dhe. Keni shumë shputje nga baza prej u bën 8 muj që nuk kemi kontakte me bazën, sepse kjo baza, kjo po ma në Partinë Demokratike Gjallë. Dhe unë besoj se kjo është jo fajot personal, po kes informimi që bëhet nga numri 2 i Partisë Demokratike dhe më poshtë. Dhe kryesisht drejtuesit e qarsheve, sepse drejtuesit e qarsheve janë të mrum, janë në listat të mbyllura dhe nuk besoj se nuk i njohin mirë as demokrat. Dhe pyetja e dytë është primaret, çështja primareve. Primaret si proces në vetë janë të shkelqyra, por në një pjesë të saj u kthyn prej mbrapshte, jo primare, sepse u caktun ato persona që nuk janë votu kryesisht, nuk janë votu, kanë marrë pjesën më të vogël të votave. Dhe unë nisem nga qarku i Lezhës, duke marrë parasysh se sikur mos ishte Xhinxhoni dhe Lindita. Sa deputet do merrshim Lezhë, tu pas parasysh pushtetin arrogant Lezhë. Dhe pyetjen e tretë s'po mbahet me ta thënë, po ka që vështirë është të dorëzohet stafeta, doktor, sepse ti je një person që ke dhënë prova në 2013 si një burr shteti. Ke dorëzuar, po unë kam dyshimin se ke frikë se do na vinë ai lul tjetër. Dhe për këtë ke arsye. Ju përshëndes, faleminderit. Jo, ju lutem një minutë. Ja, një moment. Për sa i përket shkputjes nga baza, kritika do të merret parasysh dhe të garantoj që ne do bëjmë gjithçka për dialogun më intensiv me bazën. Me qoftë deputetët, qoftë drejtuesit e Partisë Demokratike. Kjo është, do të thënë, ky debat pat një pushim, një pauzë në periudhën që unë ja u shpjegova. Ishte periudha kur është zhvilluar një ndeshje pa dukshme midis nesh dhe qeverisë, ku ajo bënte çdo gjë për të ndryshuar raportin, me kërcënime dhe me të gjitha mënyrat, kurse ne bënim çdo gjë për të mbrojtur votën, dhe ata se ndryshuan dot raportin, vota u mbrojt. Së dyti, për primare, tani ke hapur një temë shumë të drejtë. Dhe për secilin për jush, në qoftë se ka një mënyrë që mendimi juaj të përfillet, që vullneti juaj të përfillet, unë besoj se vota dhe primaret janë. Se për ndryshe, nuk jeni ju që vendosni, po janë ata që ju delegoni dhe mirë është vendosni ju sa më shumë. Tani, a ishi një proces i përkryer? Jo, nuk ishi një proces i përkryer. Por, a mund t'ja u garantoj unë, Sali Berisha, ju këtë proces? Absolutisht jo. Mund t'a garantojmë bashkërisht. Ku e kam fjallën tani? Së pari janë listat. Tani, miku im, kryesia e Partisë Demokratike në Tiranë nuk mund bëj listat e demokratëve në Lezhë. Listat e demokratëve në Lezhë do t'i bëni ju vetë këtu. Dhe Partia Demokratike në Tiranë të mos guxoj t'i prek ato. Si që t'i bëni ju, t'i marrë t'i varë, kjo
se se do të vijun aty. Pra, listat, tani duhet ta pranojmë, ke një problem me listat. Pse kemi problem me listat? Kemi problem sepse ka një lëvizje shumë të madhe, njerëzish. Dhe ti ke rreth e sot që ka 8.000 antar, votojnë vetëm 2.000. Çfarë po mendoj? Dhe ky është udhëzimi i fundit për kryesit. 1. Listat do miratojnë në kryesit e degëve. 2. Do pajisen me dokumentin e ri të gjithë ata që kanë votuar 5 vitet e fundit. Në qoftë se ke votuar 5 vitet e fundit, ta zama është e caktuar data, ti do marrish dokumentin e ri. Në qoftë se nuk ke votuar, kënajt 4 vjet, 5 vjet në gjumë, prap je antar, por, tani të themi të vërtetën, a e merr ti dokumentin apo jo, kjo është çështja jote. Dhe për të marrë ti dokumentin do të aplikosh, do të mbushish formularin. Dhe pasi të mbushish formularin, ti dega do e sjell në Tiranë edhe do të prodhoj, do të jap dokumentin, do të sjell dokumentin këtu. Në këtë mënyrë, ne sjellim një thellësi, qartësi dhe i bëjmë listat më reale. Por edhe njëherë, listat duhet jenë atribut kryekput i juj, i bazës, i degëve. Nuk duhet heqim dorë, pristi, edhe gjë. Nuk duhet të heqim dorë, se unë i ndigjoj, ka dhe njerëz, jo po s'ta u duhet këto primarët, nuk ka mënyrë më të sigurt për të patur ju rolin që duhet të keni se sa vota. Nuk duhet të heqim dorë për tyre, është një arritje ajo. Hajde t'i përsosim, hajde t'i konsolidojmë. Ka defekt. Ku është defekti tyre, ta them unë tjetër. Defekti tyre është të kandidaturat. Në këtë formë si që bëjmë ne, këtë formë po e quajmë 100% të hapur, mund të ketë 1 ose 2 forca tjera politike në botë. Partitë e tjera, edhe ato që i kanë vutë parat primaret, bëjnë seleksionim. Kanë një komitet seleksionimi të kandidaturave. A do kalojmë ne në komitetin e seleksionimit apo jo, as unë nuk mund ta them, do jetë çështje debati, e diskutimit, në mënyrë që ta vendosim, po unë nuk jam që të heqim dorë nga primaret. Se më thonë, duhet vendosni ju. Prap, duhet vendosni ju. U themu ju. Tjetër, këto ishin. Pasarësit, e bukur të shumë kjo. Tani, them me sinqeritet, vetëm gjë që s'mund ta bëj kurrë, pasardhësin. Jo. Nuk është reale. Nuk kam nërmend të la pasardhës as vajzën, as djalin tim. Pasardhën ja u la ju, do ta zgjidhni ju, atë që të besoni më shumë. Kjo është... Besoj që i morët përgjigjet këtu. Kalojmë atje te zotëria aty. Që e kërkoj fjalën, po, dhe këtu. Do marrim edhe 3 pyetjet e fundit. Mi mrama gjithë.